Kapja, vazhdojmë me pjesën e dytë. Meqense zonja Almira Sharku nuk arriti që të prezantoj në pjesën e parë, do t'ju kisha lutur që kësaj here të respektojmë orarin, domethënë çdo panelist ka maksimum 10 minuta për të prezantuar. Për të prezantuar aktivitetet e komunës së Dibrës lidhur me të drejtat e fëmijëve dhe pjesëmarrjen e të rinjve, do t'ju flet zonja Almira Sharku, përfaqësuese nga komuna e Dibrës. Fjala për ju. Përshëndetje të gjithëve. Jam Almira Sharku, vi nga komuna e Dibrës. Jam përfaqësuese e arsimit të komunës së Dibrës. Sot më shumë do të fokusohem në atë se çka bën komuna për të drejtat e fëmijëve dhe jo rastësisht, siç e shihni, ja kam nisur me thënie që fëmijët janë vetëm fëmijë, të gjithë idealet në botë janë më të parëndësishëm se sa drejtat e një fëmie. Më vjen keq që nis këtë fjalim me lotët e një fëmijëve, pasi janë të vetmit kategori në botë të cilët nuk mund të luftojnë për të drejtat e tyre pa ndihmën tonë dhe pa shtesën tonë. Komuna jonë ka 3 shkollat fillore dhe 1 shkollë të mesme. Për këto shkolla fillore jemi shumë të gëzuar që kemi parlamentin e shkollave, si të cilët luftojnë vazhdimisht me atë se sa munden për të drejtat e tyre, si dhe advokatën e nxënësve në shkollë. Ne si komunë prioritet të veçantë i japim arsimit të sigurt, një jetesë të pastër dhe të gjetër, barazimi gjinor dhe vendimarrjen e lirë të nxënësve. Të gjitha këto do t'i nis së pari me shkollat, në të cilën momenti që nxënësit paraqiten, do të regjistrohen për shkolla, në paraqitjen e shkollave shkruan për të gjithë se a janë prindërit të punësuar apo jo. Prej aty i marrin të gjithë të dhënat se cilët prindë janë të papunësuar. Ku komuna jonë tashme ka bërë si traditë 60 vjeçare, prindërit që nuk kanë mundësi financiare. Pasi shkollimi në Maqedoni është pa pagesë, ne si komunë participojmë në materiale shkollore. Këtu më dua të cek edhe Roma Aktet, e cila kolegët janë në sallë të pranishme, që Kërqish të Osmani dhe Majida Kaba Osmani, të cilët jenë marrë rregullisht edhe vazhdimisht me nxënësit të cilët mbetën vonë në kohën e Covidit me mësimin. Ky grup, do me thënë, vazhdon ende dhe mbaron në qershor. Në çdo fund vit, komuna me këtë organizatë, do me thënë, ndan mjete materiale edhe mësimore. Duke ditur se shkollat kanë edhe persona me nevoja të veçanta. Edhe të drejtat e tyre dihet se tashmë që nga zhvillimi i tyre trupor përmohen dita ditës nga vetë fiziku i tyre, kemi bërë kushte për fëmijë me nevoja të veçanta. Cilat janë ato kushte? Rrugica të vogla të cilat ecin fëmijët me nevoja të veçanta për që të mund të mbajnë barabartjen e mësimit. Gjithashtu, në të 2 shkollat fillore kemi edhe lift nëse ato nxënës janë në katrin e dytë ose të tretë që mund të vazhdojnë me barabartjen e mësimit. Më duhet të cek edhe qendrën ditore për fëmijë me nevoja të veçanta. Është një qendër ditore e cila është tashmë 12 vite, është një klasë me 12 persona, të cilët kanë profesionistë të cilët merren me ato persona. Ne si komunë participojmë në ushqimin e tyre dhe ato aty rrinë gjithë ditën nga ora 9 deri në ora 4 pa pagesë. Gjithashtu participojmë edhe në transportin e tyre nga shtëpia deri në shkollë, edhe pastaj nga shkolla duke i dërguar në shtëpi. Siç u thash në fillim, do të ndalem shkurt në procesin arsimor, aktivitetet kulturore edhe sportive. Si aktivitetet kulturore në komunën e Dibrës e kemi 27 marsin, ditën botërore të teatrit, e cila komuna participon ku nxënësit përgatisin drama, monologje e të tjerë dhe në këtë ditë, do me thënë, e gjithë aktiviteti financohet edhe nga komuna. Gjithashtu, nëse ato kanë nevojë për diçka më profesionale, nga kuadri arsimor,
ajo udhëhiqet e gjitha nga komuna. Në sezonin veror në Dibër dihet se mund të mburemi me liçenin e Dibrës, i cili tashmë është për të gjithë fëmijët i lirshëm për të notuar, pasi aty kemi edhe rojën e shpëtimit. Komuna e Dibrës këto roje shpëtimi në liçenin veror i trajnoi të gjithë për 6 muaj me radhë, me qëllim që në momentin që hapet sezoni veror, ato të jenë prezente dhe fëmijët të mund të shijojnë liçenin lirshëm. Gjithashtu, kemi edhe grupet të basketbollit, klubin e kajakut, në të cilën çdo vit sektori për veprimtari publike hap konkurse që këto të mund të marrin mjetet e tyre për aktivitetin e mëtejshëm. Duke i lënë për në fund këndin e lojrave të aktivitetit të fëmijëve, por jo edhe më pak të rëndësishmi, në të cilën sot është këndi i lojrave më i dyti në Maqedoni më i Madhi, i financuar direkt nga Komuna e Dibrës, dhe mirëmbajtjen e këtij këndi gati për 2 vite. Ju falenderoj për momentin, dhe nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me Komunën e Dibrës, keni që mund të parashtroni. Faleminderit shumë Almira. Ndërkohë tani fillojmë me panelistët e pjesës së dytë, të cilët janë Margarita Miloseska, përfaqësuese nga organizata jo qeveritare për të drejtat e fëmijëve me nevoja të veçanta, Fatjona Daut, është psikologe, Valentina Shterjovska, profesoresh dhe aktiviste, Elhame Mehmeti, psikologe, dhe Njoza Shaqiri, profesoresh. Këtë pjesë do ta fillojmë me zonjën Margarita, e cila si përfaqësues organizatës jo qeveritare për të drejtat e fëmijëve me nevoja të veçanta, do të flasë rreth asaj se sa ne i pranojmë këto fëmijë në rrethin tonë, a janë këto fëmijë të barabartë me të gjithë fëmijët e tjerë, a cënohen të drejtat e fëmijëve me nevoja të veçanta dhe ngjashëm. Fjala për ju.
Здраво на сите, јас сум Маргарита Милошевска, доаѓам од ресурсен центар на родители што имаат деца со посебни потреби. Нашето здружение постои веќе 12 години, а последните 3 години имаме отворена подружница во Гостивар, бидејќи се отворена потреба од постојање на ваков центар во општината Гостивар. Нашата цел е да помогнеме на родителите кои се соочуваат со проблем, со здравствен проблем кај своите деца. Ние, сите семејства, кога се соочуваат со некој здравствен проблем кај детето, кога имаат категоризација за или диагноза церебрална парализа, аутизам или друга некоја диагноза, се обраќаат до нас и ние сме тука за сите нив да ги покажеме сите права што може да се ги искористат во нашата држава. За време на пандемијата се отвори една друга можност за нас. UNDP имаше отворено еден повик за проект за вработување, за отворање на социјални услуги, помош и нега во домот. За таа цел ние се пријавивме заедно со општина Гостивар на проектот и првично имаме 17 лица на обука. Од тези 17 лица селектираме 12 вработени, од кои на почетокот веднаш ги вработивме и почнавме да стартуваме со услугата помош и нега во домот. За нашата општина оваа услуга е многу важна, бидејќи многу семејства во моментот добиваат наши услуги, имаат помош од нас во секој момент. За оваа цел имавме потреба од канцеларии. Општина Гостивар ни даде во Јаја Кемал коледжот зградата кај Јајкен, ни ги даде просториите за канцеларии и имаме и еден центар кој со тек на време мислиме да го развиеме како центар за рехабилитација и окупација на лицата со посебни потреби. Меѓу другото, покрај овие 12 лица што се вработени редовно, во меѓувреме добивме лиценца за тие 12, имаме да подпишано договор, управен договор со Министерството за труд и социјална политика, од каде Министерството не финансира заплати и за други потреби што ги има нашето здружение. Сега пред неколку месеци има еден нов втор повик од UNDP, каде бевме пријавени и бевме прифатени од UNDP. Имаме сега нови селектирани 11 вработени, што значи дека во моментот имаме 23 вработени негователки кои помагаат низ општината Гостивар и понатаму и во селата што спаѓаат под општина Гостивар. Меѓу другото, меѓу сите овие работи, ние со општина Гостивар заедно приредуваме многу настани со лицата со посебни потреби, бидејќи тие деца бараат многу љубов, бараат многу дружење и им е потребно такво нешто. Организираме во дневниот центар за Нова година новогодишни забави, каде што се делат пакетчиња, организираме настани, ифтарски вечери, великденски ручеци и сето тоа родендени на лицата со посебни потреби. Ете, се со цел да направиме една инклузија, за да ги приближиме децата кон типичните со атипичните деца, за да можат и тие да се осетат дека се и тие тука во нашето општество и дека може слободно да живеат, да не бидат маргинализирани. Еве дел од нашите настани, каде со општина Гостивар секогаш заедно со нив правиме тие настани. Имавме еден настан, инклузивна приказна беше тоа, приказна за глувност Заги, што беше преку општина Гостивар заеднички, и со куќа на среќата од Скопје, тоа беше здружение од Скопје. Таа представа беше со цел да овие деца глумат, пеат и да се прикажат, да се го прикажат своето знаење и да покажат пред народот дека и тие деца можат да направат нешто. Ова е од представата, инклузивната представа. Беше многу убава. Јас сум иначе раководител на подружницата Гостивар, имаме вработено и координатор,
Имаме и тие 12 негователки плюс уште тие 11 што се во моментот 23. Многу ми е мило што овакви услуги се отворија во општина Гостивар, со помош на општината и со помош на UNDP и со помош на Министерството, бидејќи вакви услуги се многу потребни во нашата заедница и се надеваме дека понатаму уште повеќе ќе се прошируваме и уште повеќе семејства ќе добијат услуги од ваков тип. Благодарам. Faleminderit shumë. Ndërkaq tani në lidhje me atë se sa është I rëndësishëm bashkëpunimi shkollë-familje si dy institucione më të rëndësishme të fëmijëve, do t'ju flet zonja Fatjona Daud në rolin e psikologës. Këta janë disa detyrat të fëmijëve, ku ka fëmijë të raste të ndryshme, të fesë të ndryshme, të komuniteteve të ndryshme, të cilat çdo kush ka një kërkesë për vetë e tyre, që është njëra nga tyre është nga ata është që fëmijët kanë të drejtë të jenë fëmijë, domethënë çdo kush ka vërtet fëmijërinë në moshën që e ka. Çdo kush ka të drejtë të edukohet. Çdo kush ka të drejtë të dëgjuar, domethënë para pasysh apo janë gabim për ne të mëdhenj apo janë të drejtë, ne të dëgjojmë ata dhe të marrim parasysh për çdo mendim të tyre. Çdo kush ka të drejtë të ushqejë shëndetshëm dhe çdo kush ka të drejtë të merret parasysh. Konventa e Kombeve të Bashkuara, domethënë siç e dim, është një konvent që merret të drejtat e fëmijëve dhe që është pranuar në shtetin Maqedonisë në vitin 1983, e cila I merr parasysh të gjitha kërkesat dhe nevojat e fëmijëve deri në moshën e vjeçare. Pasi deri në moshë fëmijët janë udhëzohen dhe mbështeten nga të rritur dhe ne investojmë me të vërtetë për ata fëmijë. Kjo konvent përfshin 5 fusha të fëmijëve, domethënë që janë shumë të rëndësishme dhe më primare, që është shëndeti, jeta e tyre, asimimi, mbrojtja nga mjedisi dhe mundësia që të realizohen të gjitha këto detyrat e fëmijëve. Në këtë mënyrë ne fëmijët në të ardhmen motivojmë që të jenë qytetarë të civilizuar, qytetarë të edukuar dhe që të mund të bashkëpunojnë me të gjithë fëmijët apo bashkëpunëtorët e tjerë. Fëmijët kanë të drejtë në jetë, domethënë çdo kush ka fe të ndryshme, por çdo kush ka drejtë të barabarta. Ka emër, ka kombësim, ka identitet të ndryshëm, ka gjuhë por edhe vetë të ndryshme. Do të ketë drejtë të barazi. Domethënë çdo kush ka të drejtë të barabarta para parasysh nga është ku jeton, çfarë niveli ekonomik kanë fëmijët, cilë sferë përkasin, çfarë gjendje janë, temën apo llafe, domethënë të gjithë janë të drejtë të barabartë në çdo aspekt. E drejta për dashuri dhe për kujdes, duke nisur nga familja që është primare për ata dhe që është kryesorja dhe themeluese, dhe duke vazhduar në ambientin edukativ arsimor, ku të gjithë do të investojmë për ata dhe të mundohemi për më të mirën e tyre. E drejta në përte nga çdo lloj dhunës, duke filluar nga ambienti familjar, duke vazhduar nga banka shkollore, në procesin edukativ arsimor, domethënë duhet të bashkëpunojnë si shkolla por edhe familja bashkë, nga të dy palët që të investojnë që fëmijët të mos jenë të kufizuar, të rritën një mjedis të shëndetshëm, për të kenë të drejtë të shprehë mendimet e tyre, të merren parasysh nga ata. E drejta e gjithës së shokëve, çdo fëmijë gjet shokun apo shoqën e tij në bazë të asaj që përkasin ata, në bazë të asaj që çfarë kanë të bëjnë me tyre, mendimet, sjelljet, niveli socio-ekonomik ndoshta ka të bëjë ajo te disa fëmijë. Ka të drejtë në mjedis të pasur, domethënë ne do të mundohemi që ata të kenë mjedis të pasur, pasi kjo është gjë primare për ata. Dhe të ka të drejtë parasysh, parasysh se çfarë kobi përkasin, çfarë feje, çfarë niveli socio-ekonomik, ata kanë të gjithë të barabartë për një asimim të shëndetshëm, ka të gjithë. Shkolla dhe familja, si që thamë, është një trekëndësh, që është familja kryesorja, që duket në fotografi, pastaj vazhdon me shkollën dhe që nxon si është në qendër të kësaj. Shkolla dhe familja kanë një qëllim të bashkët, që të kenë edukim kryesor të fëmijëve tanë.
Në këtë mënyrë ne të familje zhvillojmë një fasilitet të shëndetshëm dhe humanitar. Bëhet më i lehtë të integrimi i familjes në shkollë. Familja zhvillon mendimin kritik dhe kreativ, bëhet më të përgjegjshëm mes vetes, bëhet të pavarur nga jeta dhe kontribuojnë në procesin e zhvillimit dhe parimit të arsimit përmes mendimeve të tilla dhe sjelljes së tyre. Format e bashkëpunimit me prindërit dhe me nga masinat apo nga shkolla. Kjo është organizimi i ditës së parë së shkollës, që është dita e parë e familjeve që na vinë në shkollë. Mund të bëhet edhe si ditë e hapur për prindërit, që të njohin më shumë ambientin e shkollës, mësimdhënësit dhe të gjithë pjesëmarrësit e procesit edukativ arsimor. Organizimi i dritave fetërore që është një procedurë që bëhet në të gjithë shkollat. Projekte të ndryshme ku të kanë të vetë të marrin pjesë të gjithë familjarët dhe të afërmit e familjeve. Mund të bëhet edhe zhvillimi i aktiviteve të ndryshme ku familjarët mund të shprehin mendimet e tyre, kritikat e tyre apo problemet që shfaqen tek familjet e tyre. Mund të bëhet vizita në shkollë gjatë një jave, dhe një ditë në javë mund të organizohet që është një ditë e hapur në shkollë nga prindërit. Grupe të ndryshme punuese për problemet aktuale që i rasin tek familjet e tyre. Takime për ekspozionet të kuptimit shkollore, duke marrë parasysh mendimet e të prindërve dhe në këtë mënyrë ne kuptojmë se familjet janë të gatshëm dhe mund të kemi edhe në kontroll për gjatë këtij ekspozioneve që i organizojmë. Vendosja në kutije në shkollë mund të bëhet shembull në vendosjen e kutije para shkollës, ku të gjithë prindërit mund të kenë mundësi të shfaqin në mënyrë ndoshta jo verbale, po me letër, mendimet e tyre për shkollën, për procesin edukativ arsimor, apo të diçka për ambientin arsimor që të përmirësohet, por edhe problemet që rasin familje, që është në mendimin tim pika më kryesore dhe që është temë që do të trajtohet gjithkohës. Çfarë do të kemi parasysh në komunikim me prindërit? Siç e dimë, domethënë prindërit nuk janë të gjithë nivelet të njëjta, kanë kulturë të ndryshme, kanë nivel ekonomik, nivel arsimor të ndryshëm dhe këta do të merren parasysh. Ne do të jemi ata të sjellshëm, do të jemi të qetë gjatë komunikimit vazhdimisht dhe të jemi të vëmendshëm gjatë gjithë takimit që kemi me ata. Përdorimi një gjuhë të kuptueshme siç tham, që ata të mund të kuptojnë atë që flasim neve dhe jo të flasim në gjuhën profesionale. Të fokusohemi në atributet pozitive të familjes. Kur kemi takim prindër, ne do të shohim të bëjmë atributet që i ka familja pozitive dhe pastaj mund të kalojmë ato atributet pak më negative që i ka familja dhe të trajtojmë këta çështje. Të jemi dëgjues i mirë dhe aktiv, mendoj se kjo është më shumë gjuha jo verbale, gjuha e trupit, ku ne në moment të lëvizjes së kokës, lëvizjes së syve, duke bërë aha, domethënë në këtë mënyrë tregojmë se jemi dëgjues aktiv për ata dhe jemi të vëmendshëm të gjithë kohës. Të mos i paraqitojmë, po kjo mundson ative të shfaqin mendimin e tyre gjatë gjithë kohës dhe nuk i ndalojmë, të jemi motivues për ata dhe të jemi tolerues në mendipaleve. Çka do të shëson bashkëpunimin me prindërit? Është një pikë shumë e rëndësishme dhe do të merrem parasysh nga të gjithë mendoj. Është mungesa e interesit nga prindërit dhe mosala në takimin me prindër. Ne shpesh si shkolla kemi me të vërtetë mungesë të prindërve në takimet me prindërit, ku bëhen ftesa të vazhdueshme për prindërit, për familjet që kanë probleme aktuale dhe ka prindër që nuk janë dhe nuk vinë në shkollë në takimet të. Paftësia e mësimdhënësve për të krijuar marrëdhënie të mira me prindërit, ka edhe mësimdhënës që ndoshta nuk e dinë prindërit se në çfarë mënyre mund t'i trajtojmë ata dhe mund të bisedojmë me ata, dhe duhet të bëhet edhe mendoj trajnimi i mësimdhënësit për këtë mënyrë se si të reagojnë ata me prindërit. Mungesa në kuptimin e ndipaleve, niveli i ulët arsimor si shama parë se prindërit kanë një nivel të edhe më të ulët arsimor dhe nuk mund të kuptojnë të gjitha çështjet dhe mënyrën e të shpjegimit tonë. Mbi kërkesa prindërve me angazhime të tjera. Një pikë mund të jetë edhe niveli socioekonomik, ku ka prindër që shembull tek ne vjen dhe thonë se ne nuk kemi kohë me familjen tonë pasi kemi probleme të tjera më të rëndësishme dhe duhet të ofrojmë ative ushqimin, t'i veshim dhe kemi domethënë probleme të tjera që janë parësore për ata përveç edukimit. Mosnjohja e personalitetit dhe aftësive të familjeve të tyre. Kjo shpesh kemi prindër që vendos qëllime të caktuara tek familjet ta dhe duan me të gjitha mënyrat që të arrijnë ato qëllime, por në këtë mënyrë ata nuk e marrin parasysh familja e tyre është vërtet e aftë për të bërë këta qëllime dhe për të bërë apo jo. Do të shohë të marrin parasysh se familja jote sa e aftë dhe është i zhvilluar për të arritur të gjitha këto qëllime që kemi vendosur neve. Mosnjohja e temave të reja nga prindërit në programin mësimor. Programi procesi edukativ arsimor vazhdimisht ndryshon, domethënë materialet janë ndryshuar vazhdimisht dhe ka prindër që nuk mund të kuptojnë dhe nuk mund të ndihmojnë fëmijët e tyre në procesin edukativ arsimor. Kjo është një mbrëmje që organizohet nga mësimdhënësit apo nga procesi edukativ arsimor dhe nga familja, ku çdo kush mundohet t'ia lënë në një mënyrë fare njëri tjetrit, duke mos e marrë përgjegjësinë ndër vete. Unë kisha thënë diçka. Mjaft i lëm
мјактува хубава фајн тjerbe. Ому да се моми пикама мира што такива ни баш полим место ти палеве, џања мани уда калуас ве ти палеве да монтој прата. Да се придри нук монта да има фамилијата пак не да монтој прата. Осе да се када ние му се дрона че нук така фамилија не вели че дует. Придри тоа организација баш полим фамилија па тарите че не сактува. Да да биет фајн да вете шоните се препарат да живеат фамилија баш демишти. Još gaun, na se kada ne pite ližbut klasi. Čatane dečkaca škola je on važno mišt jak je zon zaskinga škola. Želi pisati se čvar med dime kada da čvar doa da baš ponojna. Da čuje ki mi voletar, če ja to gašem, pa da baš ponojna menena projekta da drišme. Še moda škola to je bolj njančirosi ambita škola, se pa si išta pak si vade moj jerbu. Da mislim što pričim kako toše. Da što pjesem unebe është gjirosëm nga nxënësit tanë me mendimet e tyre dhe idetë e tyre që më dënë ata, dhe ka një ambient vërtet shumë i mirë. Tani s'ka shumë kohë që ata vetë organizuan diçka një takim, një koncert, për të gjithë qytetarët, në bashkëpunim Kryqin e Kuq, nga e cila u bë hidhje me para, dhe ata para që mbërriteshin shkonin tek Kryqi i Kuq. Gjitha kjo organizimi, mënyra se të zhvillohet ideta ishin nga nxënësit dhe gjithçka u zhvillua dhe u përprit nga ata. Faleminderit. Nëse ka diçka lirisht më të pjesni, në shkolla, ose më të shpëndani një përvojë nga shkolla jonë. Faleminderit shumë, po do kemi hapësirë në fund për pyetje. Ndërkaq tani për t'ju treguar rëndësinë e bashkëpunimit shkollë komun, do t'ju drejtohet me shembull praktik zonja Valentina Shtevjovska, e cila është profesoresh, por edhe një ndër gratë më aktive në vend. Добро, ве поздравувам сите присутни. Морам да кажам дека во овој центар се чувствувам како дома, бидејќи постојано сме тука со нашите ученици. Иначе, прво да кажем дека сум професор во гимназијата во Гостивар, екоактивист и мировен активист и долгогодишен соработник со првата детска амбасада на Светот Неѓаши. А реков дека се чувствувам како дома меѓу сите вас. Тука со нас е нашата Аслија Снопче, со која постојано соработуваме, Азра, исто, со која сме истрчале многу проекти. Тука со мене е и Афердита. Иначе со Афердита, може би пред 10 години работевме проекти од мировно образование и драго ми е што еве сега и таа е тука меѓу нас, нели, активист. Посебно ни значат овие, нели, младински центри кои се поддржани од општината, бидејќи тука заедно со нашите ученици реализираме многу проекти. А како професор, прво да кажам, мојата соработка со општината, бидејќи сум професор по хемија, еве да речам да се пофалам, општината прв пат, пред 5 години мислам беше, ни овозможи во гимназија да добиеме проект кабинет по хемија и сега веќе хемијата не ни е само учење на памет, туку возможно ние нели интелектуалната љубопитност кај децата да ја развиеме и да не биде тоа само учење на памет по хемија. Потоа реков дека дан тука со мене се Драги и Горде, со кои веќе 12 години се бориме за подобар свет за децата, се бориме против насилството, нееднаквоста, социјалната правда, вклученост на сите деца и давање простор за сите деца нели да си го најдат
своето место во училиштето, не само преку образовниот систем, мислам образовниот дел од образованието, туку и воспитниот дел за кој посебно се залагаме, а посебно во ова денешно време кога се изгубени вредностите и кога општеството е во голема криза. Јас нема многу да должам нели со представување. Добре, сега нели во тој воведен дел имам уште дека училиштата може да бидат партнери во реализација на проекти и активности кои го подобруваат образованието и развојот на младите луѓе. Во соработка со општината, училиштата можат да создадат политики и активности кои ќе допринесат подобро образование и интеграција на младите во општеството, нешто што на кое доста работиме заедно со општината е учениците да бидат слушнати, да бидат охрабрени, да бидат поддржани, да имаат поволна средина, да бидат слушнати и вклучени. И нешто што е многу важно, за кое исто така нели работиме во соработка со општината, е учениците да учествуваат во создавање стратегии, да ги адресираат клучните проблеми и да предложат конкретни активности за унапредување на заедницата. Сега, со помош нели на слики, ќе ви представам еден дел од нашите активности во соработка со општината и со првата детска амбасада на Светот Меѓош и со младинските центри и со сите нели наши соработници, бидејќи таа мрежа на соработка е функционална и сите во таа мрежа ни се важни. Ова беше пред, не знам, повеќе години. Имавме екоактивности како за рециклирање и реупотреба на материјалите. И на учениците многу тогаш им беше важно што проектот беше поддржан од општината, дојде тука нели градоначалникот Аслијан Сновче и им се обратија на учениците со што нели тие добија признание за тоа што го работат и се чувствуваат дека те нешто направиле што е многу важно и тоа им даде мотив да продолжат понатаму да се активираат во областа на екологијата. Ова е еден танц театар, го изведувавме пред општина против загадувањето на воздухот и на тој танц театар меѓу другите барања учениците направија една парола: бараме мерна станица за мерење на квалитетот на воздухот, и беа доста среќни и мотивирани за понатамошна работа, бидејќи таа мерна станица ја добивме од градоначалникот веднаш многу брзо после нашите барања. Така да таа активност и таа соработка вроди со плод кој даде мотивација голема на учениците за понатаму да се залагаат, нели да ги детектираат проблемите, да бараат и нормално да имаат надеж дека тие проблеми ќе се решат. Ова се работилници со основните училишта, со најмалите, исто во соработка со општините, каде што работевме главно на детектирање на екопроблемите во градот, како да се третира отпадот. Ова беше една од акциите